Pas një periudhe të gjatë shkputjeje totale nga jeta publike dhe rrjetet sociale, shkaktuar nga tragjedia e rëndë dhe humbjes së vëllait, këngëtari i njohur Gjesti është rishfaqur për publikun. Megjithatë, nuk bëhet fjalë për një dalje fizike, por për një kartolinë simbolike urimi të publikuar nga kompania e tij menaxhuese. Faqja zyrtare e menaxhmentit, Thread 60 Music, ka publikuar orët e fundit një imazh festiv të artistit për të uruar Krishtlindjen. Në foto, Gjesti shfaqet i veshur me stilin e tij karakteristik, jeans dhe atlete roz të ndezura, i rrethuar nga dritat e pemës dhe atmosfera festive. Ajo që bie në sy menjëherë dhe që është vënë re nga ndjekësit është natyra e imazhit. Fotoja duket qartësisht e gjeneruar ose e përpunuar me inteligjencë artificiale, ai duke shërbyer më tepër si një avatar për të mbajtur gjallë prezencën e artistit, sesa një foto aktuale e momentit. Kjo zgjedhje konfirmon se artisti vazhdon të mbajë distancën e tij private në këtë periudhë zie, pavarësisht se imazhi është virtual, reagimi i fansave ka qenë të jetë real dhe emocional. Seksioni i komenteve është mbushur me mesazhe malli dhe mbështetjeje, duke treguar se mungesa e tij në skenën muzikore po ndihet fort. Mes qindra komenteve, spikatin ato që shprehin pritjen për rikthimin e tij. Na ka marrë malli shumë dhe i urojmë çdo të mirë. Ky vit të jetë sërish viti i Gjestit ashtu siç është edhe 2025, shkruan një ndjekëse. Të tjerë shprehen më emocionalisht: Gjesti është shpirt vdiqëm për ty dhe na mungon Gjesti, të duam shumë. Kompania menaxhuese nuk ka dhënë detaje mbi ndonjë datë konkrete të rikthimit të tij fizik në skenë, por publikimi i kësaj kartoline është parë si një sinjal shprese. Komentet sugjerojnë se fansat janë të gatshëm ta presin artistin e tyre sa të jetë e nevojshme, duke uruar që kjo festë t'i ketë sjellë pak qetësi pas periudhës së errët që ka kaluar.